Jemi në ndeshje me një nisëm të re që na vjen nga Ministria e Arsimit, po bëhet një plan veprimi, po hidhen lek nga shteti, do të hapi thesin shteti, mjafton thesin shtetit për arsimin, me këtë do të diskutojmë me një panel. Të shkëlqyer. Ana Vuksani vjen për herë të parë në emisionin ton, profesoresha, faleminderit që jeni me ne. Igli Tola, mik i dashur i emisionit Bardazi, që s'mungon kur. Doris Madhi që bën gjitha të rrugë, pedagogja ime preferuar Elbasanit, dhe gjitha ata që e kanë i natë plaçin vend. Dhe profesor Enrico Cekon që më shumë e mban bota se sa ne këtu, do iki fare edhe ky në një ditë dhe pastaj do ngelemi vetëm ne këtu. Po do ike se dëgjon njëri se i shkoj goja mbrapa më kej se ne. E kupton? Nuk e di pse durojmë ne akoma, po apo hajde. Po nuk është se do durojmë gjithmonë, edhe ne ja këpusim në një ditë. Po. 11 milion euro. E pas ka zgjidhur mirë thesin, apo nuk dalin as këto. Lali, nuk janë 11 milion euro, po do pjestojnë për 5. Në 5 vite? Po, filloj këveru që në dërë 2030. Po Kosova sa e ka kot tani me që se... Kosova... Sa e ka Kosova? Krasojme me Kosova. Kosova çdo gjë e ka mbi 2 herë. Nuk është që se do pjestojnë për 5, sepse janë 5 vite për të realizuar këtë planin e famshëm. Po janë mbi 40 institucionet arsimit lartë. 2.5 pjesim për 40? Janë përfitues vetëm publiku... 20 kilometri rrugë. 20 kilometri rrugë. Sepse rruga kushton 20 milionë për 5 vite për arsimin e lartë. Për të reformuar... Kosto 1 kilometri rrugë është... Rrugë i referosh. Kosto 1 kilometri rrugë është 20 milion euro. 20 milion euro, ndaj thash gjysmë. Kështu që kjo bën 1 kilometër... Po mirë, ato bëhen me lekët e investitorëve strategjik. Jo, bëhen me lekët e buxhetit shtetit. Çështja e arsimit në Shqipëri gjithmonë ka qenë se sa para do i japim arsimit. Dhe asnjëherë nuk i janë dhënë arsimit aq para sa duhet. Sa i duhen arsimit? Po, për një buxhet 9 miliard euro, 1 miliard i duhen arsimit, 1 miliard i duhen bujqësisë, 1 miliard i duhen mbrojtjes, 1 miliard i duhen policisë, shërbimeve sekrete, edhe pastaj tjerat le ti bëj llogarit kryeministri, edhe 1 miliard shëndetësia, pastaj tjerat ushqimore. Mos e thuaj vetëm siguria ushqimore është pjesë e bujqësisë. Po mi ma hall bëhet, hall kur bëhet, hall kur s'bëhet, shumë të çuditshëm jeni ju. Tani puna është gjithmonë të pakënaqur, domethënë. Jo, nuk jemi të pakënaqur. Po komplet të pakënaqur. Situata është e tillë që sa herë kemi ndruar ligjin e arsimit lartë. Nuk e di, e thuaj ti se ti je profesor. Sa edhe prap thuhet që do përmirësohet. Sa akte në ligjore kemi bërë për ligjin e arsimit lartë? Po mirë, mo Enrico, tani hall të bëhet, hall mos bëhet me ju tani, ky është hall i madh me ju. Jo, nuk është hall kur bëhet gjë, hall kur s'bëhet gjë. Sepse nuk thrasin ekspertin. Si t'japin mendimin. Po pse më i din vetë ato janë të mençur vetë? Po, ke drejt, këtu ke drejt. Po, patjetër që kam drejt. Këtu ke drejt. E di çka ka ndodhur në 2012-ën? Po. Kam qenë një debat televiziv dhe këtë e zbulovi një person që është atje, domethënë. Po? Tha, kur isha, tha, 24 vjeç, tha, erdha nga Amerika, tha, se bëra shkollën në Amerikë, tha. Po? Edhe më ftuan, tha, të isha te pjesë e ekspertëve, tha, që do vendosnin për fatet e ekonomisë Shqipërisë. Po. 24 vjeç? Po, 24 vjeç. Dhe aty, tha, u vendosta që bujqësia nuk do ishte sektor prioritar. Okej, mirë. Kuptoni tani se me qa bëjt fjaleve? E kemi kuptuar ne që arsimi është nga sektorët më prioritar që natyrisht na vlen ose është ndër prioritetet e qeverisë. Më ka qenë ndonjëherë arsimi prioriteti i qeverisjeve. Gjitha qeverisë. Ndoshta kjo vlen vetëm kur është 7 marsi, që nxjerrin ato tufat me lule dhe ato urimet shterp, bëjnë mësuesve, edhe mësuesve, apo dhe pedagogëve, por në fakt nuk e kanë kuptuar asnjëherë se sa i rëndësishëm është arsimi, ose më saktë, e kanë kuptuar, prandaj po i vën kazmon. Sepse një popull i arsimuar është një popull reaktiv. Është një popull që nuk pranon, është një popull që kërkon ndryshim, është një popull që kërkon përmirësim. Po këta janë të zgjuar tani, pse i gjukoni ju? Këta janë shumë të zgjuar. Absolutisht. Përse të hedhin Dihet se kush ka qenë kjo? Përse të hedhin lek? Kush ka qenë që e ka bërë këtë? Përse të hedhin lek që ne të mençurohemi? Pse të bëhemi më të mençur se ata? Absolutisht. Do më thënë ata e kanë shumë mirë. Ju pse kundërshtoni një, unë se kuptoj. Unë këtë kundërshtimin tuaj se kuptoj dot, vërtet. Kemi ngel të ajo pakica e budallënjve që akoma shpresojnë që ky vendi do bëhet, por ky vend nuk mund të bëhet me arna. Po. Sepse ky 11 milion euroshi është një arnë që po i vihet atyre mbathurave të grisme.
Dhe kjo gjëja nuk duhet Tani, funksionojë çështja është shumë themelore këtu. Këtu do hidhen ca lek, qoftë edhe 11 milion, se janë pak për buxhetin e shtetit. Jo, janë shumë pak. Mirë, janë pak në atë që kemi në mendje, po. Sa është fondi Në aktual? krahasim me atë që s'ka qenë është Më shumë. falë, sa është fondi aktual, Erion? Aktual për arsimin. Sa është buxheti aktual për arsimin? Mund të jetë një 3% më Jo, pak se nuk është 3%. As 3? As 3? 3-5% është rregulli. kërkesa, po, rregulli, po, sa i përket nuk është aplikuar As 3% s'është bërë. Nuk arrin. Jo, tani çështja është, do hedhin lek se e kam edhe mik. Do hedhin lek, studentët po ikin. Për kë po hedhin lekët ta? Po, pikërisht. Tu po ikin studentët, s'ka student, s'ka klasa. Nuk është Po mbyllen degët. nuk është askush kundër që po hidhen lek. Pra, absolutisht 11 milion është më mirë se zero. Po këtë thashun, më mirë se zero është. Çështja është se këto 11 milion e para njërë si do hidhen. Pra, kush ka vendosur se ku do destinojnë këto para, sepse një nga pikat është që për modernizimin dhe përshtatjen e kurikulave. Po, përshtatja e kurikulave nisë që nga departamenti i fakulteti, rektorati, për gjithë ky zinxhir nuk është se... Po çfarë duhet në lek ato bëhen dhe me urdhër, pa lek bëhen. Jo, absolutisht ato bëhen me urdhër, po nëse ne duam realisht... Po çfarë duhen lekët? Për të bërë kurikulën, ta bën Enrico Cekua pa lek fare, se s'ka nevojë për gjithë... Pa lek e bëjmë kurikulën qofse do qeveria, mbledhen gjithë ekspertët i bëjmë pa lek. Pse mësoni kaq keq po? Vetëm për të Po jo, Pse shiste vete kaq lirë? Po ç'është kështu më? Po ju vete keni lënë arsimin, domethënë që të vlerësohet kaq pak, duke shitur veten kaq lirë. Jo, absolutisht. Nuk mundet dot që gjithçka të kërkohet for granted, sepse fund ditës çdo gjë ka kosto. Një minutë. Nëse duhet, se s'ka lek, pra, po. e bëjmë edhe pa lek. Po ndërkohë lekët janë. Por me qenë se lekët janë dhe shpërdoren dhe bëhen rrushe kumlla, nuk është se janë. Atëherë është tjetër më vetë. E shikon tani? E Tani mendove më përsa i thellë. përket kurikulave. Flasim praktikisht për faktin që ka 10 vite që nuk na lejohet nga Ministria e Arsimit ndryshojmë kurrikulat. Po, Nuk na lejohet, ndërkohë që bota ndërkohë, po pse mos të lejohet se 20% të ndryshosh tërkohën? Po 20% është shumë pak, ka deg sot praktikisht, të cilat nuk duhet ekzistojnë më, sepse i ka humbur vlefshmëria në tregun e punës. Cilat deg për shembull? Duhet deg të reja. Për shembull. Ka ca deg Jo vetëm deg, po edhe lëndë brenda programit studimit. Edhe brenda programit që... Do marrim një shembull. Ai është problem edhe më i brendshëm, se shpesh herë për universitete, kurrikulat janë bërë duke u fokusuar te pedagogët dhe jo te studentët. Dhe jo te tregu. Po është e vërtet. Ka të drejtë Doris. Eriko, ta dëgjojmë çik anën dhe pastaj më një herë ti, se më pëlqeu ajo që nise. E kuptova çfarë do thosh. Që të jemi të sinqertë, për herë të parë ne kemi edhe pse i vonuar, kemi një dokument të politikave që në fakt do që të arrijë standardet e BE-s. Ka vizionin, ka dhe strategji për të arritur. Injekton BE-ja këtë, apo e... Unë mendoj që po, patjetër të gjitha dokumentat që po prodhohen. Edhe për kaq faleminderit BE-s, domethënë. Një nga kapitujt që po do diskutohet është arsimi. Sepse për herë të parë artikullon... Një sekond, që ta kuptoj. Unë pse tani e kuptoj. Jo, e kuptoj. Unë e kam pas ditë me kohë që po të vjen puna për këta të lënë të gordësh. Po domethënë duhet të themi faleminderit, thank you USA edhe BE, domethënë. Se besa kuptova. Eksakt, që të afrohet me standardet. Po pra, se tani më ra në mendje që mund të ketë qenë pjesë e matricës. Atëherë për të afruar me standardet... Një ditë ta, du të thonë, u zgjuan edhe më falë tani se po të ndërpres 2 herë, do t'i japim ca lek arsimi, se ju hap barku për arsimin këta, e kuptonës? Jo, dhe strategjia, kjo do më të në arsimi sot nuk kanë më nevojë të ndërtohet me strategji dhe me dokumente. Në fakt do një faturë financiare të kripur. 11 milion, vërtet si që tha kolegu, janë më mirë se zero, por në fakt nuk do të ndikojnë drejt për së drejti aty ku duhet të shkojnë këto para. Ne nuk mund të kemi, atëhere në të gjithë këtë plan flitet për matjen e performancës së stafit akademik. Deri tani të paktën... Atëherë, të paktën ata që punojnë në institucione në akademike jo publike, kanë u matet performanca dhe ka indikator të matshëm. Ne nuk na mungon as performanca, as indikator. Në fakt, na mungon statusi ekonomik i pedagogut. Unë kam kolegët e mi dhe sinqerisht, në momentin që unë dua të bëj një artikull shkencor, dhe ky artikull varet, pagesa për këtë artikull varet nga rankimi që ka ky artikull, dhe unë duhet të mbledh familjen të shikoj nëse ka mundësinë financiare që unë të rritem pra të bëj karrierë akademike. Po kur ti i bën artikujt edhe dorëzon dosjen për të marrë titull edhe ata thonë që nuk më pëlqen artikull. Do t'i marri me radhë, patjetër. Pra, unë e bëj dhe këtë sakrificë. Ti argjon lekët, argjon edhe 10.000 euro për të bërë dosjen.
Dhe kur e dorëzon dosjen atje, thonë, s'më pëlqen artikulli. Ne nuk mund Se si pëlqen artikulli? Nuk e kenë linjë me... Se nuk e ke cituar atë, profesorës. me linjën editorial. Pa, pra. Dhe Një sekundë, po, se këtu e pash edhe në vendimet unë, Vitane. që ekziston ideja që ai mund ta kthej atë në kuptimin, por ajo do t'jede automatikisht qofse ti ke përmbush kriteret, se po e botova jashtë. Kush është ky profesor këtu që po e kërkon? Shqyqyre pra që dole aty ku duhet. I kam bërë email kryeministrit, vetë personalisht i kam thënë, zotri, aplikimet të bëhen të i Albania. Aplikimet për titull shkencor të bëhen të i Albania. Kush plotëson kriteret, automatikisht, 1, 2, 3, 4, 5, merr titullin shkencor. Çfarë tha kryeministri? S'ka përgjigje. Mirë, lexone. Dhe E diun që ka lexuar, po s'ka përgjigje. përveç kësaj, ky 11 milion euro nuk merret vesh se do shkoj për databeza shkencore, do shkoj për kurikula, do shkoj për laborator. Për STEM-in. Tani një sekond. Këta universitetet private, të njerëkës janë universitetet private tani? Nuk është vetëm për universitetet shtetërore, ky është për të gjitha. Për gjithë janë Për të gjithë janë. Universitetet private do kalojnë, në bazë të këtij do Si do të kalojnë një përfitojnë sit ata për me projekt, do të akreditimin. përfitojnë? Do të aplikojnë në ndonjë projekt, si që bën tenderi bashkia për shembull? Atëherë, Për të pastrehën? edhe ky do ta zhveshi pedagogun akademikun nga të qenit vetëm... Sa më ka pëlqyer se unë si i pastret ndihem, për zotin. Jo, unë ndihem me mestre, kupton, po si koncept. Nuk kam në mbrapa një shtet që të kujdeset për mua si pedagog. Unë çdo gjë si thot Ana e çaj vet, Enrico thot, më thoj çaj ka bërë shteti Enricos një gjë. Një gjë. E kupton? Që është i vetmi që del atje e thrasin brenda ditës e thrasin jashtë shtetit. E keni në përsit e shkoni shikojeni. Brenda ditës, thua, hajde se kemi nevojë për ty. Domethënë bota që ças ka e vlerëson mendjen. Kurse ne këtu Ju po flisni për do hidhen para për kërkimin shkencor. Jo më lartë se para një jave isha i ftuar në një universitet edhe në bazë të një Erasmusi. Aty kam referuar qasjet inovative për kërkimin shkencor. do me thënë i dim ne këto. Më kërkuan që ta prezentojnë këtë punim. Kështu që Do me thënë si ta Enrico, di nëna ta bëj byrekun, po s'ka të lym. Kështu i bie me një fjalë. Tani Ana po shpet një gjë më tha kur erë më tha një gjë shumë të veçantë. Po na vën standarde europiane me pagesa 2 herë më të ulta se sa Kosova. Tani si do t'i arrim në standardet evropiane, vllai? Se bën 2500 euro një artikull tamam. Shiko. Është kështu? Ju hapët një çështje shumë të rëndësishme. Në lidhje me procesin e integrimit të Shqipërisë në Evropë, janë 101 çështje që do trajtohen dhe do kontrollohen nga Evropa. Ata i kontrollohen me sy mbyllur, vëlla. Një minutë. Nga këto 101 çështje, 27 çështje të parat do kontrollohen shpejt dhe arsimi është brenda kësaj 27-çe. Tani ka shumë mundësi që këta, që t'i thonë Evropës si çfarë po bëjmë ne, kanë filluar të bëjnë dhe këto lëvizjet. Po bëjmë një projekt, po bëjmë një plan, kemi një strategji, kemi një 2 marrëveshje ndërkombëtare, jo Universiteti Bujqësor, jo Universiteti Tiranës, se ku diun, që si thosh, të mbushin ca letra, që të mbushin ca letra. Që të mbushin ca letra. Çështja e thash edhe një herë, arsimi shqiptar nuk është çështja e universitetit. Arsimi shqiptar është çështja e çerdhes. Se duhet fillu nga çerdhja. Se kur marrim ne studentët që vinë të dobët, me thënë drejtën vitet e fundit mesatarja e përgjithshme studentëve që futen në arsimin e lartë, në hyrje, është shumë e ulët në krahasim me vitën përpara. Na thonë, një minut, na thonë, vinë të dobët nga gjimnazi. Në gjimnaz thot vinë të dobët nga biseduar me pedagog gjimnazit, thonë, vinë të dobët nga 9-vjeçarja. Kam biseduar dhe me mësues të 9-vjeçares. Thonë, vinë të dobët nga fillorja. Dhe mësuesit e fillores thonë, po janë të vegjël, vinë të dobët, nuk janë të formuar. Se familjet shqiptare edhe fillojnë... Mësuesit si janë? Pra. Se dhe për dhemu që duhet marrë... Është ajo që marrë nga çerdhja. Që në fillim... Duhet fillu nga çerdhja. është një... Kanë punuar fort për ta sjellë arsimin sot në ditën më të zezë të mundshme. Sepse vetë ato që duhet jenë përgjegjësit kryesor dhe ato që duhet formojnë brezin që nga fillimi, që nga 6 apo 7 vitet e jetës e deri më vonë, nuk e kanë nivelin e duhur për ta bërë këtë gjë.
sepse ky proces ka filluar vite përpara, vënia e kazmës e këtij sistemit arsimor tonit ka filluar vite përpara. Unë e them shpesh që kur shikoj ndonjë mësues të dobët, them se te ne ka mbaru. E them me keqar në nuk vetëm çështje fature financiare. Është një sistem. Është çështje vullneti. Mungon vullneti, mungon dëshira për ta rregulluar sistemin arsimor. Sepse nëse ne flasim në universitet. Ata duan të ndryshojnë ligjin tani, do ndryshojnë ligjin. Por nuk është problem ligji. Nuk është problem ligji. Problemi i ligjit është që ndryshoj praktikisht. Ligji ka ndryshuar 4 herë. Nga pikat në ligj ishte pjesëmarrja në projektet Erasmus dhe Horizon. Kemi mbi 10 vite që marrim pjesë në për Erasmus, apo jo? Dhe i kemi goxhat suksesshme, si në capacity building, si në faktin e shkëmbimit exchange, international weeks, edhe shkëmbimin e studentëve. I kemi goxha aktive si programe. Çështja është, matja që duhet të ekzistojë është kjo pjesëmarrja në Erasmus, me gjithë finë që paguajmë neve. Çfarë ka sjellë? Çfarë ka sjell në sensin e performancës të një jaloje apo sistemi tonë arsimor? Nemi të fundit. Apo pjesëmarrja në projekte apo imponimi kundrejt kolegëve, pedagogëve i të bërit projekte në disa fusha caktuara që sinqerisht mua që jam ekonomiste, financiare më duken budallalloqe. Unë nuk kam pse të merrem tani me çështjet e tokës, terreneve, ujit, të gjitha me radhë, sepse këto janë sot më të dashurat në këndvështrimin e komunitetit evropian. Sepse sigurisht ato kanë ecur përpara dhe do merren me këto. Ndërsa ne nuk kemi marrë me bazën akoma. Dhe nga ana tjetër më fal, unë sot nuk di që të ketë një studim të thjesht fare, është shumë i thjesht, të matjes GDP-s për rajonë në Shqipëri. Të matjes inflacionit për rajonë. Po këta dhe GDP në matin tavolinë. Po pikërisht pra. Nuk është të çështja e ligjit. Zonja hapi një problem shumë të madh. Si matet GDP në Shqipëri, edhe del njoftimi. Para 2 ditësh u takua Ministri i Financave, Guvernatori i Bankës Shqipërisë me përfaqësuesin e Fondit Monetar Ndërkombëtar, dhe mbasi hëngër një darkë vendosën që GDP-ja e Shqipërisë është kaq. Apo rritja ekonomike është kaq. Si u bë kjo? E kuptoni ju se çfarë do të Shqipëria apo ja? E diti që ndërmjet raportimit Bankës Shqipërisë dhe Statit rritja ekonomike përcaktohet në tavolinë. Ma hapi gazetat, lexoj gazetat. Gazetat nuk e di unë çfarë shkruaj gazetat. Rritja ekonomike. Ke Statin atje që e mbas. Po të them unë. Me përgjegjësi të plot 100%, 1000%. Rritja ekonomike e Shqipërisë u përcaktua atje nga mbledhja e përfaqësuesit Fondit Monetar Ndërkombëtar, Guvernatorit Bankës Shqipërisë. Rakordojnë shifrat. Po kush janë ata që duan ta bëjnë shifrat? Po si ç'a jemi ne? Po pse tavolinë? Në epokën e Sultan Pekmezit jemi po ka shifra. Duke ngrënë darkë te Hani Perandorak. Po darkë do han ata se do rim pa ngrënë. Edhe aty caktohet GDP-ja dhe rritja ekonomike. Po pse si u cakto ka në lokal tani se s'po e kuptoj. Po ta them umre. Ke intervistën e një zëvendës kryeministri para disa viteve që e ka thënë trosh në televizor. U ulëm tha dhe ëngrëm darkë me përfaqësuesin e Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe përcaktuam që rritja ekonomike e Shqipërisë është 3.6%. Të lumça. Të kthehemi te dokumenti. Le të kthehemi në vijim tek dokumenti. Në fakt ky dokumenti flet ajo që mua më duket pak shqetësuese, flet për autonomitë e universiteteve dhe për cilësi. Në fakt, unë jam e paqartë se si do të arrijmë cilësinë, kur pedagogët ngarkohen me punë administrative, me akreditime programesh, me pjesëmarrje në projekte. Pra, nuk shkojnë, ka një paradoks këtu me rritjen e cilësisë dhe ngarkesës burokratike që ka secili nga pedagogët. Dhe në qoftë se një pedagog, të gjithë pedagogët ne po rrezikojmë se ku jemi me arsimin, e thot PISA, që jemi në vendet e fundit dhe nuk ka asnjë lloj pse ta zgjasim. Jemi të fundit. I fundit. Të fundit në Evropë. Të fundit. Dhe kjo nuk ka diskutim dhe s'kemi pse i biem rrotull. Ajo që unë dua të them, këto strategjit në letër që dua të bashkohemi me Europën, janë paradoks për faktin se nuk përputhen me kapacitetet institucionale dhe financiare realitetin që ka vendi ynë. Në qoftë se ne do të vazhdojmë ta paguajmë pedagogun me këto rroga që merr sa gjysma e rrogës së
profesorit kosovar, për të mos shkuar më tej me kolegët tanë, Me Serbinë. me kolegët tanë, Shoferi betonierës merr shumë se i pedagog. me kolegët tanë europian, Ja, po ta them unë. të cilët paguen edhe për artikuj që merren, kanë lehtësira për çdo artikull, sepse në fund të fundit fytyra e një universiteti janë pikërisht kërkimi shkencor, kurrikulat. Norma e krahasimit është Edhe autonomia në thelb nuk është autonomi universitare, është autonomi financiare. Është autonomi financiare. Pastaj, kur do të organizohet një aktivitet, qoftë edhe konferencë shkencore që të vjen mund Pra, që ta përmbledhim se jemi drejt minutave të fundit. Më fal, dhe një fjali. Dhe ne themi pse nuk kemi mësues të mirë në 8 vjeçare, pse nuk kemi mësues të mirë. Dhe vazhdon kjo situatë. Se nuk kemi mësues të mirë. Nuk kemi mësues të mirë sepse ne vijojmë të kemi këtu e 20 vjet problemin e altertekstit në sistemin parauniversitar. Ne vijojmë të kemi ndryshime çdo vit maturës shtetërore. Çdo vit ka ndryshime, shtohet ky koeficienti dhe student, domethënë nxënësi shkon deri aty dhe nuk din çfarë e pret. Ndryshe këtë Dhe gjë. familja në fund ditës pastaj kur vjen puna në universitet priret që fëmijën ose kapim ta çojë dhe ta arsimoj jashtë, sepse për gjithë do kalvar. Do shumë shkurt. Jemi drejt për Shumë shkurt. Po ata që nuk shkojnë në universitet, çfarë do bëjmë? Nuk ka zgjidhje, sistemi dual është sistemi dështuar. Atëherë ka ardhur koha, jemi në ekonomi tregu. Financa, kontabiliteti, marketingu, menaxhimi duhet bëhen gjimnaz. Duhet bëhen gjimnaz. Ndryshimi kurrikule edhe për universitarët. Nuk ka pse sot, në vit parë në fakultet, jo vetëm të ekonomi, po në universitetet e tjera, të bëhet hyrje në ekonomi. Bëjnë ABC-n, po. Hyrje në ekonomi ai bën gjimnaz vetë. Ai e bën gjimnaz, marr. Pse duhet bërë hyrja në ekonomi në universitet? Po, në Amerikë janë kreditet e gjimnazit. Unë besoj që të gjithë që ne që jemi këtu kemi shpresuar që ky vend do bëhet dhe jemi nga ata të fundit e mohikanëve, por studentë të shkëlqyer që po dalin sot nuk pranojnë, pra kemi ikjen e trurit pikërisht për faktin që kemi follojnë pagesën. Po nuk kemi Në momentin që ne nuk furnizohemi dot me mësues të niveleve më të ulta. Pse? E para punës ja ka bërë të vështirë, ja ka bërë 7 vite kalvar të bërit mësues, me një rrogë qesharake minimale. Kollaj Delmia ki përgjithshëm se mësues. E para, e dyta, vite përpara, politizimi i vendeve të punës bëri që nxënësit mos orientoheshin të zgjidhnin mësuesin, po të zgjidhnin profesione të cilat do t'i çonin me trampolin në një vend të administratës, do merrnin një pak caktuar dhe do rrinin rehat. Ndaj, ato që kishin mesatarët më të ulta dhe ndoshta një nivel intelektual më të ulët, shkuan dhe zun vendet të mësuesia. Po edhe tendenca për ndjekur universitetin ka rënë, sepse shihe shumë studentë cilët nuk ndjekin universitetin. Problemi i arsimit ke ne nis nga thelbi, por që të merremi me këto që jemi mbledh, se jemi mbledh për gjë tjetër sot, se ne na dhem bash shumë shpejt se shkojmë në konkluzion, nuk kemi më kohë. Përderisa universitetet nuk janë të lidhura me tregun e punës, studentët nuk kanë aftësi, njohuri dhe kompetenca për t'u përshtat tregut punës. Po faji kujt është i universiteteve? Qeveria regulatorin këtë mes, që duhet bëjtë të trekëndshëm. Dhe i universiteteve, kryesisht i universiteteve publike. A e dini ju sa rankohet Universiteti i Tiranës në botë? I 4 Në fund fare. Mi, pastaj se që është varet mënyra rankimit. Pra, ky ligj i arsimit, më shumë lek për buxhetin e arsimit. I mirë, i keq, me paterica, nuk na duhet fare, do të abandonojmë, do të kritikojmë, do dalim protest, konkluzioni. Konkluzioni në duhet çdo qindark. Por në qoftë se këto para qoftë 1 milion, absolutisht. Po si lypsarët më. Në qoftë se ka rënë dinjiteti pedagogut për tokën. Po unë po ta them që ka rënë dinjiteti, unë e bëj vetë kërkimin shkencor. Në qoftë se dua të rritem akademikisht, duhet të marr nga buxheti familjes time, pra të punoj dhe bashkëshorti im që unë të rritem akademikisht. Po, e kujt do t'ja shesësh këto mend ti? Këto mend të paktën të ngelem në tregun e punës këtu ku jam. Bashkëpunësi aty te komisioni profesorëve atje që do vendosin një artikull shkencor në një revistë të rankuar mirë bën 600 euro. 2500 franga zvicerane kam para një muaji me 100.000. 2500 franga zvicerane. 600 euro, t'ja hequn familjes 600 euro fëmijëve. Unë mendoj që pavarësisht i ndryshimi nesër do jetë po njësoj si sot, mos edhe më keq. Pra do ketë më pak student në bankat e universiteteve,
ne do mblidhemi të diskutojmë po këtë problematika mos edhe më thelluara, pra ky nuk do ndryshoj pothuajse asgjë. Shpresat Më zero. shumë janë arna të cilët janë më shumë për konsumim publik sesa për Thjesht më thonë që po bëjnë një gjë ndryshe. Impakt real. Dokumente kemi sa të duash, duhet financim. Ajo çka parashikon kjo strategjia, është një strategji që secila jalë brenda strategjisë vetë brendshme është munduar që ta aktualizojë dhe është munduar me të gjitha forcat që të bëjë edhe bashkëpunime në projekte, është munduar me të gjitha forcat që të ketë edhe bashkëpunime dypalshme me institucione shtetërore për sa i përket praktikave, për sa i përket internshipeve, stazheve të studentëve, apo qoftë edhe shkëmbim njohurish dhe eksperjencash. Por, si duhet ndërhyj qeveria këtu? Unë jam kurioze të di, sepse nuk mund të merremi vetëm me institucionet shtetërore, ka dhe shumë kompani të cilat janë kompani private. Çfarë lehtësirash do t'i japi qeveria shqiptare këtyre kompanive në mënyrë të tillë që të marrin një numër të caktuar të studentëve tonë në stazh çdo 6 muaj dhe ky stazh të jetë i paguar, sepse me një pagesë sigurisht minimale. Por nga ana tjetër që kjo kompani të nxitet ta bëj këtë, duhet të ketë një farë subvencionimi nga ana shtetit, apo dhe një farë rregulli dhe ligji. Kështu që në këtë sens, kush është mesazhi im, unë mesazhin e thash që në fillim fare, nuk bëhet arsimi me arna. Arsimi do dedikim total, nëse duhet bëhet. Nëse jo, pastaj unë besoj që të vazhdojmë. Enrico. Arsimi do të 10% buxheti i shtetit. Dhe këto 5, aman, 5, ta filloj me 5. Po duhet 10 se jemi shumë brapa. 5 do ishte në gjendje normale. 5 kanë ata që e kanë mirë. Këto ndryshime, unë e thash, ligji i arsimit lartë është ndryshuar 3-4 herë. Kjo është kështu, prishkusia bëj kanaçe. Është shumë e thjeshtë. Erion? Po, se të qanë zemra. Jo, më qanë zemra do me thënë deri në atë pikë tani që... Se kur të thash unë bëju politikan, do bëhesh e... Jo, tani fry, si tha pedagog ti. ikte Baçja i tha dhe bëjnë një gjë që se u thanë ato. Për mendimin tim, do me thënë tani shumë vonë, nuk... Tani bëjnë shurën Baçës. Po, paka shumë te filmi Brazda. A bazë jemi dhe profesor. Te filmi Brazda. Po, pra, pikërisht jemi profesor, do të thënë gjëra të... Plas shpirti, dalin dhe fjalët. Unë them këtë gjë, që inshallah ata trafikantët vënë dorën në zëmër për ne, edhe si të na hapin na një ma unë vetëm duam ne, edhe mbarojmë punë për një 10 vjet, s'ka nevojë për këto lekë këtyre. Ashtu dhe një kjo. E dyta, ka dhe një zgjidhje tjetër më praktike, që është më e thjeshtë edhe më ashtu. Për të qetësuar shpirtin dhe Enrico dhe profesorët edhe kolegët e mi të nderuar, di si qetëson, një ti futi gjumë në dorë lan. Ato shkratëri dole lan, fle gjumë, dha dhe i haron të gjitha hallet. Edhe buxhetin. Janë të shtrejt. Do të shkojmë në publicitet dhe takojmë me njerë në Vënçe.